Përmbysje të rutinës dhe mundësi të mëdha në vitin 2026 për këto 3 shenja të horoskopit. Viti 2026 nuk do të jetë viti zakonshëm të paktën jo për të gjithë. Yjet paralajmërojnë ndryshime të mëdha dhe për 3 shenjat e horoskopit, kjo do të thotë se jeta merr një drejtim krejt tjetër. Një gjë është e sigurt për këto shenja, ky vit do të jetë plot përmbysje dhe mundësi të mëdha. Gaforia. Për ju, ky vit duket si një shlirim i vërtet. Situatat që për një kohë të gjatë kanë qëndruar të bllokuara më në fund fillojnë të ecin përpara. Në aspektin profesional priten arritje të rëndësishme, një përfundim i shumë pritur, një ngritje në detyrë ose një fillim i ri jashtë vendit. Edhe financat përmirësohen ndjeshëm, duke u dhënë më shumë liri për të realizuar plane të reja. Në jetën personale mbizotrohen qetësia, marrëdhënia mbetet e qëndrueshme dhe familja ju mbështet fort në çdo hap. Akrepi. Për akrepët, viti 2026 është i mbushur me mundësi. Financat shënojnë rritje të dukshme, fal projekteve të reja, fitimeve dhe ndoshta edhe bashkëpunimeve me jashtë. Në punë, vjen më në fund vlerësimi që keni pritur dhe hapen rrugë që mund t'ju çojnë shumë lart. Nëse prej kohësh mendoni për një ndryshim të madh, ky është momenti ideal për ta realizuar. Ajo që bën vitin edhe më të fortë është fakti se marrëdhëniet tuaja bëhen më të thella, duke ju dhënë sigurinë për të guxuar më shumë. Ujori. Për ujorët, ky vit ishte padyshim viti i tyre. Pengesat që u kanë mbajtur pas fillojnë të zhduken njëra pas tjetrës dhe në horizont shfaqen detyra të reja, projekte interesante dhe madje edhe puna e ëndrave. Nëse mendoni të nisni diçka tuaj, ky është momenti i duhur, pasi yjet favorizojnë zhvillimin dhe përparimin. Financat mbeten të qëndrueshme, ndërsa në jetën personale mbizotron harmonia. Ujorët që mendojnë për martesë ose një angazhim serioz mund të gjejnë pikërisht tani mundësinë ideale.